Nuk është më investimi, po është përvoja. Zoti Demo ka një fjalë magjike, eksperjenca, thot. Dhe ka drejt. Sepse nuk është më rruga 5 kilometra e shtruar me gjitha standardet që i bën përshtypje atij që kalon në atë rrugë, janë ato 50 metrat mbas 5 kilometrashit që janë keq. Dhe aty është pastaj libri i shtëpisë tonë. Ndalon muzika që shoqëron rrugën panoramike dhe fillon libri. Nuk është mosmirënjohje. Është një stad i ri ku është sot shoqëria fal gjithë kësaj pune që ne kemi bërë dhe për cilën s'kemi asnjë arsye të mos jemi krenar, por në ndërkohë duke qenë prap në këtë detyrë duhet përballemi me këtë sfidë shumë të madhe.